Juli të përshëndes. Ju përshëndes. Aida në fakt Krishtlindja u kremtua edhe në Lezhë, ku qindra besimtarë të Krishterë ju bashkuan ritualit fetar të lindjes së Krishtit në katedralen e Shën Nikollit, ndërsa mesha e shenjtë të mbrëmjes të së mërkurës u drejtua nga i peshqvi i diocezës së Lezhës Ottavio Vitale. Në fjalën e tij para besimtarëve, i peshqvi Vitale foli për mungesën e paqes mes njerëzve në Shqipëri dhe mbar botën, pasi sipas tij luftrat dhe vrasjet që kthyenin në shqetësim për dhe pavarësisht të mesazheve të përvitshme për festën e Krishtlindjeve, pra paqja mbetet ende larg, duke ju referuar edhe këtyre trazirave pra që po përjeton e mbar njerëzimi. Nga ana tjetër, duhet thënë se ka patur një pjesëmarrje të lartë të besimtarëve, si brenda katedrales së Shën Nikollit, ashtu edhe jashtë saj, pasi ambientet e kishës ishin të egzageruara dhe ka patur pra ndryshe nga vitet e tjera, pra ka patur një interes më të shtuar për të ndjekur meshën e shenjtë të ringjalljes së Jezu Krishtit, ndërkohë që pas mesnate, kur përfundoi edhe mesha, qytetarët apo më saktë besimtarët u shpërndan duke uruar njëri tjetrin për më shumë paqe dhe begati, ndërsa rituali fetar është ndjekur edhe nga forcat e policisë, që kishin hartuar një plan masash duke bllokuar edhe lëvizjen përgjatë rrugës përballë katedrales së qytetit, me qëllim që mos të krijojë kaos në lëvizje. E kuptoj. Ndërkohë duket në fakt edhe nëpërmjet mesazheve, por edhe nëpërmjet të pamjeve që ne po ndajmë së bashku, që ka një fluks të lartë të besimtarëve, duket se ka nisur që në Virgjilje të Krishtlindjeve. Ndërkohë, nëse do të ma përmbledhësh, Juli, me një fjali, kush është mesazhi që vjen sot? A ka një urim ndryshe që realisht shkon për të rinjtë ose për ato që janë vërtet plagë të shoqërisë? Normalisht theksi i përfaqësuesit të diocezës së Lezhës, Ottavio Vitale, është vënë edhe tek personat të cilët janë të pamundur për të festuar, për të patur më shumë solidaritet me këta njerëz në nevojë, por ajo çfarë është më kryesorja, siç e përmenda edhe pak më sipër, duke ju referuar lindjes së Krishtit, sipas i peshqvit, ai përcjell mesazhin e paqes, por kjo nuk po arrihet pavarësisht pra mesazheve të vazhdueshme që po përcjellim klerikët në çdo prag krishtlindjesh, si tha dhe ai, bota është e trazuar, përfshir edhe Shqipërinë, ku luftrat, vrasjet apo edhe grindjet mes njëri tjetrit janë problem mjaft shqetësues, dhe në këto kushte paqja duket ende larg. Faleminderit Jul për gjithë sa solle në vëmendje me gjinë festave dhe mesazheve të cilat janë të rëndësishme, ndërkohë ne do të ndjekim pak edhe një pjesë të këtyre mesazheve, pse e sollëm në mënyrë të përmbledhur. Cila është mesazhi i Krishtlindjes? Mesazhi i paqeje dhe dashurie. Por çdo vit e konsiderojmë këtë mesazh si diçka të bukur që nuk mund të realizohet. Shpesh mendojmë kështu. Shpesh mendojmë pra që paqja është e pamundshme. Vit pas viti flitet për luftëra, për betejë, akmarrja, vrasja. Dhe kjo nuk përket vetëm të kombeve të mëdha, por edhe kombit tonë, çdo vend, çdo familje, kena përçarje, probleme. Ku është paqja pra? Pse flasim për paqen nëse nuk realizohet? Ku është paqja për të cilën na flet Jezusi? Ku është paqja për të cilën krejtojmë me shenjtë? Nuk mund të ketë paqe në familje, në vend, në kombin tonë, midis kombeve në botë, nëse nuk ka vullnet mirë midis njerëzve. Por çfarë është ky vullnet i mirë? Është parasgjitash miqësia me atë që është ati të gjithëve, do të thënë me hyn, që është vetëm i vërtetë, që vetëm mund të na jep paqen. Ky vullnet i mirë kërkon
edhe shkatërrimin e egoizmit edhe në individin. Kërkon pra që të jemi ma pak krenarë dhe ma shumë të përvujt, që të kemi paqen mes nesh. Derisa njeri të reqë gjithmonë gjithçka drejt vetes, duke bërë keq të tjerëve, nuk mund të ketë paqe. Nëse dikush mendon veten për interesin e tij, e me ambicje gjithnjë kërkon të fitojë, nuk mund të jetojë në paqe. Por mesazhi i Krishtlindjes nuk është vetëm paqe mbi tokë njerëzve vullnet të mirë, por edhe paqe njerëzve që vlerësojnë vlerën e varfërisë në kuptimin që çdo kush kënaqet me atë që mund të fitojë me mjetet e ndershme dhe të drejta.